Të nderuar bashkëqytetarë të Bashkisë PUK. Nisur nga amortizimi i skajshëm dhe rrezikshmëria që paraqet ndërtesa 10 kallëshe e ish fabrikës së miellit, ju bëjmë dije se bashkia ka vendosur prishjen e saj, pasi ky objekt është në listën e objekteve pronë të Bashkisë PUK. Duke qenë se ishte e pamundur prishja nga ana jone e këtij objekti të rrezikshëm për qytetarët, kemi kërkuar ndërhyrjen e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, i cili në bashkëpunim me forcat e ushtrisë ka filluar procesin e përgatitjes së shëmbjes së këtij objekti, një shëmbje e kontrolluar me eksploziv. Shëmbja ish fabrikës së miellit, ju njoftojmë se do të realizohet ditën e njëjtë, datë 20 prill në orën 13. Bashkia PUK kërkon që nga ana juaj të merren të gjitha masat për shmangjen e çdo lloj pasoje nga ky shpërthim i kontrolluar. Ju lutemi të evitoni lëvizjet e qarkullimin në afërsi të ish fabrikës së miellit. Të mbani nën kujdes fëmijët të cilët të shtyr nga kurreshtja mund të afrohen pranë objektit që do të prishet, si edhe të lini dritarët hapur në mënyrë që presioni i shpërthimit të mos shkaktoj dëmë në dritarët e banesave tuaja. Bashkia PUK, në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si dhe me Komisariatin e Policisë PUK, ka marrë të gjitha masat që nga shpërthimi kontrolluar i këtij objekti të mos ketë pasoja për qytetarët. Ju faleminderit për mirëkuptimin.